SPAK njofton zyrtarisht se ka nisur procedimin penal lidhur me abuzimet me fondet IPAR 2 dhe çështja është në fazën e hetimeve paraprake. SPAK i kontaktuar nga mediat për informacione më të detajuara përgjigjet se Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka regjistruar procedimin penal dhe çështja është në fazën e hetimeve paraprake. Për shkak të ruajtjes së sekretit hetimor, nuk mund të bëj publike informacione të mëtejshme, thuhet në përgjigjen e SPAK. IPAR është një program me financim 75% nga Bashkimi Evropian dhe 25% nga buxheti i shtetit që siguron grante për fermerët dhe bizneset rurale, për projekte investimi, për të modernizuar sektorin bujqësor, për punimin agro-ushqimor, infrastrukturën rurale, diversifikimin bujqësor e të tjerë. Programi IPAR 2 2014-2020 ishte periudha e kaluar ku Shqipëria aplikoi në instrumentin IPAR. Pastaj u planifikua IPAR 3 me një fond të konsiderueshëm për projektet rurale në Shqipëri, por u pezullua për shkak të dyshimeve për korrupsion nga zyra evropiane kundër mashtrimit dhe për të marrë garanci se Shqipëria do të hetojë dhe përmirësoj procedurat. Hetimet penale mbi abuzimet me fondet IPAR janë trajtuar nga SPAK.